Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me podcastin Arena e Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafi dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dugaxhini. Kësaj radhe kemi vendosur të shfaqim një përmbledhje me disa nga yjet që kanë lënë gjurmë në futbollin e Kosovës dhe kanë vazhduar karrierën në ekipet evropiane. Janë edhe përfaqësues të Kosovës në etapa të ndryshme dhe relativisht futbollistë të ri. Ndërta janë rrëfimet e lojtarëve si Lindon Emrllahu, Bajrami Ashanica, Albin Krasniqi dhe Visar Bekaj. Këto rrëfime kemi vendosur të shfaqim në këtë episod dhe shpresojmë të ju pëlqejmë. Para se të fillojmë të disni, mos harrojmë të përmendim bashkëpunëtorin tanë të këtij podcastit, Exfis. Me neve është futbollisti kombëtarës Lindon Emrllahu. Lindon, mirë se vjen te Arena e Yjeve. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ime. Faleminderit. Lindon Emrllahu me Sushor, jeri në moshë 23 vjet, karrierën e ka përpara, po për këto 23 vjet ka arrit bajagi shumë, si në futbollin e Kosovës, po ja ka nisë edhe me hapa të sigurt veç të ngrit karrierë, fillimisht te Klozë në Rumani, pastaj sfunde ka bë transferin në Ukrainë te Policia. Lindon, pyetjen e parë na zakonisht ja bojna çu çka ke nisë me futbollin. Ne e dim që ja ke nisë te Ballkani, një klub që në vitet e fundit e ka dominu futbollin ton, po edhe te moshat që ndran mirë. Çu çka ke nisë me me futboll? Sa vjet i ke pas kur Po, ja kom nisë qysh moshën 10 vjeçare, kështu më duket, 9 vjeçare. Pasi që edhe më përpara më kanë luajtur axhallar futboll kështu në atë kohë. Po stadione, a? No, në mushtisht, e kena pas skatu në ekipin, ka lujt. Ai kom pas 10 vjet edhe ishte dëshira gjyqi që të shkoja, pasi që atëherë ishte Ballkani, shkolla, gjithçka, s'u kon shumë me kushte kështu, ama dëshira gjyqit vendosa të shkoj dhe qysh nga mosha 10 vjeçare nisën hapet e parë. Gjitha grup moshat i ke kalu te Ballkani edhe shpejt ke arrit edhe deri te ekipi i parë. A e ke menu, a e ke nis veç për shef? Fillimisht Ja, me kalimin e kohës fillim si çdo kush, është nis. Për shembull, ose është iniciator, familja, baba, ose për mi largu për sanët të këqija, mos me shku në ikun ose dohanit, ose si që janë traditat në Kosovë, paka shumë, po duke kalu me kalimin e kohës, edhe pe grup mosha kur kam filluar kam qenë me një trajner i cili është Edon Gashi, e keni dëgjuar emrin, i cili është tani është tek i parë, ka punuar me Ilirdajën, tash është me trajnerin Ballkan, po ashtu të Kunistinishat. Me ato kam filluar pe moshës 10 vjeçare, kam vazhduar grup moshat hap pas hapi, ishim si tani që shkojmë në Shqipni, unë boni kapiten, e sene, është një farë përkraje, për shembull ti mosh 3 më bo kapiten, është një shtys, sa do pak, apëtën, që mund është më punu. I jam falenderues shumë ndaj tij, pasi që më ka qëndruar pranë për çdo sen. Edhe kështu hap pas hapi, dhe si që tha, shpejt u integrova në futboll dhe pastaj në ekipin e parë. Kur ka ardhur ftesa për ekipin e parë, e mon men? Po, e moj men ishte trajneri Smet Munishi, vi kena shikoj ke ndeshjet e U17, U19, edhe si çdo klub që ka shumë tri në ekip, ishte dëshira tina që erdhe shikoj ndeshjen, mas ndeshjes, nesër këta lojtar në trening. Në aftojnë trening, ishte privilegj, pasi ka pasur shumë lojtar të fortë edhe në atë ku Ballkani veç sa kish nis në Super League dhe entuziasmi ishte shumë i lartë. Dhe për ne, unë disa shok tjerë të zena ka ftuar tani Smet Munish, ishte diçka e jashtëzakonshme. Pasi të ndosh me ata lojtarë, të marrësh eksperiencë, jo mësojsh pe mesueshore që ka pas Ballkani e kështu me radhë. Ismeti ka qenë hapi por, po debutimin e kem rri me një trajner tjetër, Blendi Shkëmbin. Po, me debutimin kam rri me Blendi Shkëmbin. Cila mosh ka qenë edhe çfarë përjetimi u kon për ty me... Mosha ka qenë, mos ka bofsha, 18 vjet ato, ose 17, me besën e pejes. Në pej u kon bor, për ndryshe Blendi Shkëmbi, pej që ka ardhur në Ballkan, e ka pas një farë përshtypje shumë të mirë për mu. Unë fut këtë trening, e ndrej ke dikan kështu formacione, a bedëm të ka pak si me ekipar, po, herë ashtu fix, edhe me besën kum debutu, pastaj kështu edhe trajnerat me tjerë me radhë. Çfarë ndjenje ke për ty me debutu në ekipin e parë masive që kalove këtë moshat? Po, ka qenë bor, fushës ka qenë e mirë, ama
për një 17-18 vjeçar deputosh është diçka shumë e jashtëzakonshme. Si që ka të luash me ata lojtarë me sfush ose në sulm ose edhe mbrojtje ka qenë shumë e jashtëzakonshme për mua. Sot kur më nën këtë luajn jashtë pe I Ballkonit. Shumica po fiks. Shumë sidomos pe mes fushës se nalt këtë luajn. Po. Në atë kohë kon garantor për Hoxha, Po mirë ndaku, Kuçi, Blendi Baftio. Ermoli, po. Besnik Krasniqi, Super ekip. Çato ballkonëve që ka marr hapin e parë. po hapin e parë. Vjen Ilir Doja dhe vazhdon më konfirmu ti si mes fushor edhe me lujt ma shumë edhe çan ndryshoj me Dojën edhe vinë edhe titujt, domethënë ballkoni afrohet shumë, afrohet Evropës, afrohet kupës, hub në finale. Po kur Në fundit e hub titullin. fiks, bravo, me Gjilanin. Me Gjilanin, po ai barazimi edhe po vjen Ilir Doja edhe ballkoni arrin ato që e pritke. Shumë vjet. Po. Ilir Doja dhe e vendosi strikt. Po. Për shembull, kaç lojtar trening, kaç lojtar kështu, po na shikoi të gjithëve. Edhe ishte faza përgatitore për me shku në Antalya. Po. Edhe lojtar kryesor shka ishin, ma kryesor i la vesh, neve pak ma në mosh edhe që kish ke qef mi pak gjithë, kështu ambedin. Po. Vendosi futbol. Trening, passing game edhe futbol. Mas aty e qoj listën ngro. List, unë i fundit. I 24 di, shtu 25 ti. I në list fund, në Antali, tani normal, mitësore ki mundesh mi provu këtë lojtarë, habeden. Mitësore, unë fut ke mitësore të regojsha vetën, habeden lujsha sigurt, edhe kure, se bëm bjen shumë shesh me të cek, për shamu kur ta kia Shanicën, Armendin, me sfush Kuqin, Dajën, habeden, është shumë alet. Për ndryshe, kur ta jepa një fjallë të mirë, bravo, maj, djatë, është motivuse, për një 18 vjeçar edhe 19 vjeçar, habeden, për hapat e parë, Po, që minis. Edhe tani kështu me radhë. Pastaj si që dim në Evropë, me Champions League, vendosi më në fut, Po. se ta kam qef trita mi për krotha, nuk i dihet mundet me ecë jashtë e sene, ka punu shumë mirë, kështu që jam falendrus. U konë edhe Ilir Dojës gjithmonë. befasiu kom pak se Po, me thonë si në shumë sunave po 18 vjen ligë Po. kampionave dhe edhe do me thonë veç bosti i Dojës duli që lumë edhe Po. Lindoni vazhdoj me lu dhe së dënë komtare. Qa kujton me Ilir Dojën a i sen? Interesant. Këtë thujnë që analizat i ka gjata, nuk i kur po, gjë. për shumë, ardhe e Dojës për shumë futbolist ka qenë, jo vetëm për mu, për si që di më për plot tjerë, për analizat i ka pas gjatat, për ja ka vret kur kena dalë në fush, këtë kena ditë që kena me bo, Po. ose kur kena me shku krejt, flajt e dishëm, ku kena me shku maj, djath, ku kena me pasu gjdo sen, a beden. U konë shumë let me tomë. Se vitit i ka pas shumë nivel të lartë, ka pas gjithë intensitet, dëshirë edhe për kushtim gjithmonë, si që një në ju. Po. Son që ka dalë intervista në herë ose në shumë. A mo konë gjdo sen në regullë. Pastaj edhe ekipën e ka pas, Po. që kena qenë këtë djemë të mirë, Po. kena punu edhe kena dhe maksimumin për Ballkonin. Po, Kur dole në ekip port, cilë lejtar, the, që kjo ka shumë i fort. Kur janë nisi me lume ta, kështu. Kur kom dalë në fillim, Po. u konë Blendi. Po pas Blendi tani qatë kuar Gripshi. Gripshi, do me thonë Blend Baftiu edhe në Azmi Gripshi. Po. Këta dy më kam pëlqy, se dy të lyshin dhe që me fushor ofanziv, a veden. Teknikën shutin. Po, teknikën shut. Tani Blendi u largu, tani me Gripshin u ro pak ma shumë. Po. Me Blendi një vjetë e diçka, po me Gripshin tani Ma gjatë. ma gjatë. Edhe shumë mirë se mund është me mësu çdo sen. Po. Pa morë parasysh nëse nuk lunë në rol. Po, Për normal. shkak gjatë lojës ti mund është më konë pozitina në herë, a veden. Ose topi Edhe mund është- qysh me... Po, fiks, Ose bravo. me pranu pe ti për mas, në me thonë, Ta të shto, marrë fiks. shumë, qysh po ta gjun topin është shumë e rëndësishme. Fiks. Me Ballkonin, do me thonë gradualisht i fitut krejt trofe, 3 tituj kampionit Kosovës, kupën, superkupën, edhe u bot ekipi parë në Kosovë që i siguroni grupët në gara ndërkombëtare. Po cili trofej ose cila arritje të kalon ty ma shumë për shtypje gjatë këtyre Për mu ma shumë ka qenë titulli i dytë. titulli i dytë? Po. Pse? Pasi që titulli i dytë, se pa titullin e parë,
s'kam pas shumë minuta. Po. Kam pas, amo Nuk 20 tani. Ka qenë dyshja ma Si shumë që tekum, kur m'ka fut kushtrim po goshen edhe fix. kuqin. Po, atëherë ka qenë një vjet unë e kom Po. marrë mësim. Po. Shumë, abeden. Tani kur më futi ka qenë pas që të luash gjithë lojt. Kem qenë unë Armen Thaçi edhe Jashanica me mas shumë të minuta. Minuta, po. Qatë sezon, vitin e dytë kur u bon balkonin kampion. Po. Edhe 19 vjet të pilun Që ta lëj. gjitha lojt, 90 minuta, krenaria, abeden. Po. Plus i qytetit, Qytetit, po. je lindje, rriqa të abeden, këtë grupë moshat i kalu. Është Edhe ndje për njerëz. balkonin nuk on shumë e mirë kjo. Po. Domethënë ideali i qytetit i klubit tyne që u rrita. Ose Që se kam besu as ata vetë. Se normal, po. Se dul pak lofi jesë për krohin, Po, vendor, po, jesë, Ramizi u largue. Po, fix. Po. Titulli i dytë, më Po, dhon titulli i dytë ka qenë për mu, edhe atë vet E- ngarin e kanë me dritën besoj. po, fix. Me dritë. Gjithë titull, Gati gjithë. plus në kup me Prishtinën penalti, dhe ajo konë Ajo kanë shumë super e mirë, ndeshje. Ndrenasa, po. Kanë Ndrenasa. Ndrenasa, po. 2-2 tani në penala, po. Shumë Se e mirë. patëm edhe Albinin para disa ditash, Albin Krasnisi. Po, Tha, E a i hini e ndryshoj lojën. se Që dy po tani- që edhe po, Tani e hupi penale. po, e di. Lojë e bukur o kanë, pe lojë më të bukur apo Ballkani që të rivalitetin me dritën ka zhvillu shumë ndeshje të mira. Domethënë janë kanë ndeshje panorama dhe për dikon që e këshyr për jashtit, që do me Po dhe ke pas futbol, edhe futbol efektiv, edhe efektiv. luft, Bravo. këtë, gjdo sen ka pas, më na fusha. E vërtet, domethënë që ato ndeshje janë që e kanë ngrit besoj nivelin, edhe këty në tani ka ra ma let në Evropë më përball me ekipe që Po. luajnë tempo më të lartë se në futboll që luhet e na. Fix, Janë fix. kon 3-4 ekipe gjithmonë të forta, që me lujt me to domethënë të ndihmon edhe për Evropë. Qyshe në Conference League në viti i parë, domethënë edhe arrin një pikë, merr një pikë, përveç se i mposh në ekipët deri në ngarë. Po. Që shukon për juve se ekipi parë në Evropë që luan, a ju ka duk dinaj sen e çuditshme domethënë. Kur e shene shorti kur qitet ose se Kon për neve për herë të parë. po, Për neve, neve si gazetar. se i shumë përgatitje në orë edhe shi shumë shortin me kam për na bjen, edhe shumë emocionuese apëtën. Edhe kishëm qef me na ekip shumë ma të malë, Po, edhe ma po. të mirë që me kallëzu vetën apëtën. Po. Jem për Kosovë, on klubi i Kosovës që jem shteti vogël, ama mujna me arrit shumë gjona. Apo kupton? Në herën e parë kanë kam pas në grup. Sivasin, Kluzhin edhe Slavia Prag. Slavia Prag. Që ka qenë? Cila ndeshje u kona ajo më e forta që masi faktikisht e keni ditë ju që se cili u kon kundërshtari fort Po, edhe një që- nivel po. më analt, po kur jeni ndeshën fushë, keni thonë valla me qita për një me po dash ka mu këci. Me Slavia Pragën. Slavia fort. Slavia e fort, ha? Jashtë, Edhe se mrena Po, mrena si me brenda këtë. barabar këtë po një në korner e japin gol minutë 77, Po. amo jashtë u kon, edhe pse shumë mirë kena lujt, po fati, se 5 golla u shënun vish 5 çek parë. luajn futboll fizik shumë. Po, fix, fizik. Me neve sonte është futbollisti i miljon nga Kosova, Albin Krasnisi. Albin, mirë se vjen te arena jo. Faleminderit shumë mirë se gjeta shtatësi për me konë pjesë e këtij programi. Faleminderit shumë. Albini është mesfushor sulmus, e ka nis te Ferizaj, ka luajt te Drita, te Prishtina ka pas shkëlqimin më të madh, ndërsa sfund me ka bë hapin e madh karrierë, ka kalu në Ukrainë të skuadra Kollës. Pyetjen e parë zakonisht ja bojna qysh ja ke nis me futbollin edhe kur e ke pa që do të më merr seriozisht me këtë punë. Po, normal, si kretrit, fillim e nisim veç që sa për hobi ose diçka, dhe në fillim e kam nis tek treneri, në fshat aty që kemi pas, trenerin Enver Krasniqi, Shfryzaj Rasin me përshëndet. Normal, fillim si këtë prend kam pas qef, fëmija me shku ma shumë me mësu se më mirë me futboll. Po, treneri u kon shumë, ka shku edhe ka full edhe me boba edhe me sen, ka thonë që nuk ban mja nolë djorit futbollin, se është drejtori i mirë, e mund me që shtojnë na me qinë selamet një dit. Edhe aty babi e ka po që për një me jam shumë i dhanë pas futbollit, edhe ka thonë ok, në rregull vazhdo edhe me futbollin, edhe ç'është. Sa u kon kjo koha kur ke luajn kët ekipin e fshatit edhe kur e ke bo atë kalimin te Ferizaj. Nuk u konë edhe shumë, në është 3-4 muaj e kom po kalimin njerë kom shku në Kaçanik të shkolla e futbollit New Star me trener Fatës Vishin. Edhe aty nuk është që kom nejtë shumë, kom shku tek vullnetarit që ka se kon treneri Recep Mërseli, në atë po.
Pastaj pi vullnetarit kam vazhdu te Dinamo e Ferizojit, tash që është Po, ligën e parë po. kom trener Fatës Ademi, aty kom kalu besoj një 4 vite të mira. Me Dinamo. pionier, kadet, junior një kohë, edhe çështë. Te Dinamo ku ke formu ti si lejtar? Po, te Te Dinamo e Ferizojit. po. Se Dinamo ve shumë edhe sot, ko lejtar talentum Po, shumë për edhe. pora nuk e ka pos ekipën e parë. Po tash e ka bo edhe po me rezultatet mira dhe ai klubi tjetër. Te fikciona. Te Fikçanga, domethënë Ferizaj, një ekip Super League, 2 në ligë të parë. E ka është një ngritje në Ferizaj kur e shikon të futbollit dhe i shesh luajnë shpesh kanë turnire shpesh të futbollit vogël. Edhe kjo po më duket kjo e kam mbledh edhe i ndol shumë lejtar. Me kallzu drejtën në jam onë lejtori liga futbollit. Po, Ashtu e kemi. Këtë luajnë qashtu, Dhe është vresht edhe në fushë i marr në kur të kop topin. Mos kur i ri Gjynamos me lu Po, ka jo, turnira. Kum lujt shumë edhe kum lujt jam kon shumë i vogël, jam kon edhe kum lujt me matë edhe për çta se kum pas probleme edhe kur kum dol në ekip parë, kum dol si shumë i ri, si 16 vjeçor në ekip parë edhe nuk e kum pas shumë problem. Mendoj që më kanë ndihmuar shumë futbolli vogël. Futbolli vogël. Futbolli vogël. Nuk është i mirë tash, po. Ja më gjithë për ata. Profesionalizëm normal, po sidomos kur je i ri, dhe në 16, 17, Dhe me edhe 18 dhe një njëra. Davici kish luajt gjithë futboll vogël në Juventus kur shkoni është dalën për mahalla kish ik. Ku i kish patur lujt ishi me lujt me ta. Donë ka atë vlerën sidomos teknikisht ata që kanë qef me lujt me top. Se mbrojtësat kanë qef lujt futboll vogël. Alben, kur janë ardhur provat e Shkëndija, klubi i madh shqiptar. Shumica edhe nuk e din, domethënë që jam kon pjesë e Shkëndijës pak në prova, bile jam kon edhe në ekip parë ku pos ofertë edhe për kontratë. Kur jam kon te Dinamo, lysh me junior, na gjysmë sezoni kam shënu për 9 ndeshje 12 golla nëse s'gaboj. Edhe po shkoj e kam një njëri të familjes që tentof shpesh, edhe shkoj te ai edhe ai ma bën çështë janë të prova, nëse je pushim nuk je të bëj diçka, hajde provova, vëdi. Edhe unë ku menu që po shkoj me junior, se jam kon shumë i vogël, 15 vjet. Edhe kur hi aty në zhveshtore, kur i shoh këtë njerëz, vëdi menoj që i gabim njerëz, se disha çka po bëhet. Edhe ma ban jo me ekip parë sene, po kë i ri, po e kçyr, ma vëdi provojmë. Hini dhe 2, bojnë një javë, i krymë një javë atë farë provat, mas si halo bashku në shpe, po më thirë treneri, u kon atë ko që atë pësmon edhe ndim si bashkim Levareka, po ma bojmë për 2 javë, i fillojmë përgatitjet me ekipën e parë, du të më konë pjesë e ekipës parë, edhe që ditë, na vëtë thamë, 16 vjetë se i kisha mush, edhe thamë, vëtës, halo isha me junior, sa kisha dollë të rritë. Edhe po pikall dhe babit që po ma bana vete, po më reshka që Shkëndija. Në atë kohë sa e kryti lënë me Milanën pa ty të pa të bo. Plus edhe offer e kisha shumë edhe shkoj aty kur hinë zhveshtore, shka me po kretë yje, Fenan Asoni, Besart Ibrahimi, Armen Dalimi, ka qenë Ardian Cuculi, Egzëm Betulloj, ta që pjesë e dritës, dhe me thonë për mu konë, habi veç mu kom pjesë e zhveshtore se le mo me stërvit me ta. Edhe më kam pas prit ekstrem shumë mirë, se jeri e poshin që edhe isha i shumë jeri u mërzit që ka pak se normal. Halo isha në shkollë të mesme, në klas dhejt nëse s'ka ve. E pëse nuk nejte? S'nejta se atëherë konë nuk nëse je lejtor, se pasaport ajo njët atje si e pasaport jo e huj. Edhe ata i morën 4 lejtorë se 5 nëse s'ka bëj. Unë nuk isha drejt me junior. Edhe mbasi pi kryjmë fazën përgatitore në Strugë shumë atje, Nuhër. E kryjmë fazën përgatitore atje, ktheheshim 2 ditë pushim, edhe nismi për Antali, po më thirr trajneri që aty po smoni. Aty edhe po ma ban jena të ful me Prishtinën, po dojna më të çu atje si huazim me potja, pëdi po monësh e so sen, edhe më të kthy se je shumë i ri. I roke me djeg një lejtorat, atë ku ishin ata së të një juniore, ata. Kam pas shumë. Normal s'ke shonca atë edhe, i thashën, thash, po nëse mon një Prishtinë, po shkejmë Ferizaj, ishë edhe Ligë e Parë. Ligë e Parë. Edhe atë ku nuk ish halo trener Bilbil Sokoli. Edhe ma ban e këshyrim nëse muj me bo diçka për Ferizaj, po ma shumë du të me shku në Prishtinë. E kam pas marroni shumë mirë me atë edhe një lejtore pa të mobile. Po, me sa disa muslive në pa të mboni farë trompe. Kthej në shpe, u mërzita pak me ton drejta, normal, se merë pak si jeri e shabede, po e kaluva, po më thirë Gent Hyseni,
telefon ish si drejtar në atë ku në Po. Ferizaj, edhe kish marrëdhënie shumë të mira me Shkëndijin, po ma bën çështë mundesh me orë. Po, kalu Shumë, këtë klubet ka Këtë luajtur. klubet. Edhe po më thirr, po ma bën mundesh me orë, vetëm Ferizaj, kena fol me trajnerin, nuk isha nënshkru një kontroll halo Po, me klubin, Shkëndijin, po. edhe desha shkova atje në Ferizaj, ish trener Bilbil Sokuli, tash, Ja. edhe që shukon, ishte selektu dhe lejtarë dhe janë konë për mi, nëse s'ka bëjt dy zhveshtori, në konë të mësht me lejtarë, për të se ishme Po. si më prova e Po, sopi që po, të, po. edhe pe ban piton ekipet që i ka pos prova që i ka morë pak dë, abe di që janë konë pak ma të shmum, Po, stërveçin një në në. një në nona tjetë të ishme për mi zdi sovetu, shtra ishme knej, edhe bile ishë ndim sa të ko Granit Begolli dhe Burim Qerkini. Po. Ata na këshëshin ma shumë. Edhe një se ban prova një loj, shishaj don golat, Po. e sa në lujmë, na apedim shep pak të lujt, edhe më shep pak të lujt, ma ban nuk kry, nale veç pak stërvitjen, më donë qëtë me një ekip ma Mana. tjetër. Po. Edhe i bojmë të aksione e sene, edhe më thirë tani me lujt me ata, thot hajde me lujt këtu preseng, ishin ata skallzo, Po. ish për shkak që Trem Dautaj, Po, e Edra ka- Shone, këta janë konë. Po. Edhe po më shtem e lujt një preseng, kur po kryes stërvitja në rësit këtë, po ma ban, si e ke emrin të ideal, thash Alpen Krasniqi, ku e ke kry shkollën e futbollit, sa në po më vejt këtë pi kallzej, po ma ban, ti një ditë më nësh më bo lejtori ma. Prova. Edhe që aty ka një të thonë, Që ato e ke morë seriozisht. seriozisht me ekipore dhe isha shumë i ri, 16 vjetë, nuk, Po. a vedi nuk e ku menu na herë, që qatë që i ri mëj me lujt në ekipore. Masave tro me debutu me Ferizojnë edhe Me Ferizojnë, që shukon qaj sezon për ty. me Ferizojnë lujën e pore patëm kundër Vushtres nuk u regjistru, a? Po. Së më kishin regjistru halo si Po. si lejtar, se po. nuk e dishin. Edhe prova, ekipa që s'lujke, lujshin me junior të Ferizojnë. Po. Edhe prova që ka po si prova vike si më shefti këshër ke lujt kitë. Theke nuk mëj me orë për shembull sa të banduna ekipa e dytë lunë, për shembull për dëve, ekipa që ka lujt janë një stërvitjes për treve. E prova vike atë si Vikëm më shefti. në këshiloje. Edhe luj me kundër junior, unë isha me ekipor, luj shumë mirë, edhe i ndjeri na diragjimu sa isha aty, po ma ban, Alben ty do të më të rregullu letrat pa tjetër se je shumë fort, Po. shumë mirë. Edhe prova si prova kur janë aty apo natë në ndim sa si ka lujt ky djali, shiko prova. Edhe mi regjistrojnë, e regjistrona, do me thonë i kry letrat, luja tjetër ish me Fushkosovën mrena. Më provon kështu si standard, ma jep pantirin, ma jek e sen edhe më fut minut 30. Nuk luj shumë keq, pas shumë mirë jo që me thonë, po provës si jap do me thonë sinjale pozitive që muj me bo diçka. Edhe luja tjetër është kundër Rami Sadikut, në Prishtinë, fush dikorrikut lujm. Natë ndeshjesh, e jap gol minut 20, nëse s'ka bëj, e jap një gol, edhe kryet pjesa por zerën e për neve, edhe si him zhveshtore, kisha të lysh shumë mirë, profat porin mu, kthejt ma ban, t'ja mendon që ke bot diçka veç pse ke dhon një gol, aty të mundol që tash mos me lujt. E kom me mojt motivin alë. Po shumë interesa profa, më ka ndihmu shumë karrierë. Edhe që këtë tani okon sezoni ku veç i ke fillu ndeshjet me luta amon me natë sezoni kom lujt kit lujt, do me thonë që sa jam kom mirë veç net, shtë që të kom lujt kit lujt, përveç ndeshjen e barozhit që nuk kom shte standard prof. Po veç mbas ndeshjeve të barozhit fillojnë veç me ardhë ofertat për ty. Pi Superligës. Pi Superligës, ka posë pi Superligës Shqipënisë të ekipe. Ka pos shumë stash me emra nuk se ka kalu pak ku ka pos shumë për shembull kom pos provat ku ish sa u bo trener në lap ish atë ku edhe mur lejtor shumë mirë edhe më thërke shumë bile thoti jem u konë që prova që lej jashtë diko nuk e di ku shkaj se nëse shkon prova në Kosovën e nashtë edhe nuk isha shku në dritë atë ku bete se kisha në shku kontrolër me lopin edhe ish krya po prova bede pritëm 2-3 sot vijë dhe i krym senet, e në atë ko më lemrën Pisni Kërqelin, ishtë drejtër në atë ko, në dritë edhe ma bënë qështu jena të interesum, i thamë nuk mëj, po më vjen shumë keqë se i kom thonë profës që kam orë në lap. Edhe, okej, a vedim ma mbyll telefonin edhe e gjon një kontakt për me full me bobin tem, a vedim. E bobi jam kur del me full, a banë, unë për djolin tem nuk me garantu, mos i kom garantu një era ata që këndis, se që kena iki që mas ju kry sezona e barozhit, që e luj edhe me vllaznimin.
lynat ndeshit. 45 më fut profa direkt. Si kryet pjesa e porë, më fut direkt. Edhe i kum thonë Shkëndijës që gjatë rrugës që po, apo di ka me orë, edhe ata janë, do me thonë, një konë bindë që ti ktheje. nashti jam lejtori vetëm i vetë ata në administratë që e kum lënë kontrolët në zyre. E kitë do me thonë na mirë vesh me kontrolët me kitë, veç nuk e di merë një ndjesi që nuk du me shku të to, që ashtë të merë. Që ke koha kur Fisi e kontaktën babin, edhe babi kur del me full me Fisin i thët, unë për djallë tem, qefi jam u ko maj molli me shku në Shkëndi, se në gjyrat ku që sene, po ma ka prish për që aty, edhe unë mu për djallë tem nuk me thonë që Albini vjen sigur. Po u kry ka thonë ka me vetë, ka me full, edhe babi të do këtë Fisin më abet që është njëri serios, sene, edhe më lejmërën Fisin në telefon, mas 2 ditë thët, ta kum gjithë shpin jam të torë të shpia, vedit, po tu me full. Edhe që tash kontrolët që kom në nëshru në dritë, kom veç që më kërë keq, më këthy dur thot për shpis. Të më thonë, asë nuk e kom këshirë rrugën, asë veç që më vjen shumë keq, a vedi merë të shpia, më respektoj shumë e sene, tash a vedi me këthy dur thot, merë shumë keq, që aty është në shkrita kontrolët në Me ne sot është Bajrami Shanisa, një lojtar me karrierë gjatë, kryesisht në Kosovë dhe Shqipni, po edhe ishte lojtar i kombëtarës së Kosovës. Mirë se vjen Bajram. Mirë se gjitha knacit jem pjesë e kësaj interviste. Bajram, si pyetjet parë, nëse kështë mujtë me nga të regu qysh ka linë dashnia jote për futbolin edhe prej cilës mosh ke fillu me lujtë? Po, si që dim, kohët atëherë kur ishëm materi normalisht, pak kushtet financiale, pak pastaj prindrit jo nuk ka asgjë për futbollit, jo kështu, po dashuria ka linë qysh në shkolla apo në shkollat fillore. Po si futbollist e kom nisë moshën 17 vjeçare te klubi e rilindjes këtu në Prishtinë, me junior, normalisht e nisa me dëshire më të madhe, por që nuk dija se a do arri në gjë apo jo, se normalisht tasha më herët pak kushte të vështira, pak prindrit jo pse po shkon ne jo këtej. Po kona ajo kohë që ose shkollës ose zanatit për përkështu, sa që ka pas në e farvlerë futbolli. Po me kalimin e kohën po që edhe nuk desha mu dërzu vetë edhe normalisht vazhdova. E kisha shkollën e mesme pasaj afër me stadiumin atë të rilindjes edhe shpesherë ndodh këtë që isha edhe pe mësimit edhe shkojsha në stërvitje. Kështu që nuk e dinim, po gjëja më e mirë atëherë ka qenë kur kam filluar te rilindja, pastaj gradualisht hap pas hape të ndjek ëndra. Rilindja për me kategoritë e reja i ki kry sigurisht në mahall me shok. Rilindja ekipi parë ku ki kalu te junior. Po skuadra e parë seniore ka qenë Hysi. Po, kam lu një periudhë të shkurt edhe te rilindja me ekip parë, pastaj shkova te Hysi. Që kujton atë kohën të Hysi, u konë një gjigant i futbollit kosovar, dhe pse për një periudhë shkurt, po klub që i kam ledh krejtyjet e futbollit. E vërtet është në 2010 dhe në 2013 kanë qenë pjesë e Hysit, 3 vjetë. Edhe në atë periudhë pothuaj se kemi qenë lejtar ndoshta më të mirë në Kosovë, kur kam qenë fati im ka qenë që kom pas lejtar ndoshta më të mirë atëherë në Superligë. Kemi pas një president që atëherë ka qenë jashtëzakonisht korrekt me neve, po flas për ato kushte sa kanë qenë atëherë. Po. E dojke shumë klubin, futbollistët edhe me të vërtet ka qenë knacit jem edhe pjesë e Hysit në atë periudhë. Mos largona për Hysit. A Hysi që asaj kohë, ku bo kampion? A Ballkani 2022? Cili klub më i fortë? Pse shohim te Ballkani gjysa ekipës në kombëtare kanë botën. Prandaj është shumë e vështirë me krahasu se me të vërtetë thashë marrë edhe te Hysi ka pas shumë lojtarë cilësor. Mos përmendi shumë, u kanë Zhdrella, u kanë Zabërgja, Kasria Tereqa, Fisnik Papuqi, Osman, Lavinodi për parimin. Kemi pas për them 2 ekipe, nashta kemi qenë ato të Hysi, po. Edhe kjo periudhë normalisht ka bërë një tranzicion jashtëzakonisht madh futbolli që edhe s'në ta krahasoj tash as me Ballkanin që kemi bërë një punë shumë të mirë këto vitet e fundit. Po. Tash po kthehemi pak në kohën vitin 2013, atëherë u kon pak vështirë me siguru prova për një lojtar jashtë Kosovës, po që në atë kohë ti ke arrit me siguru prova te FSF Frankfurti, që nëse ish realizuar transferim, po besoj ishin një hap shumë i madh. Po çka ndodhi, pse nuk u nënshkru kontrata, më nësh më na tregu?
Po, është e vërtet kjo, në 2013 masi që mbarum sezonin, kom pas një javë ditë provat në Ligë 2 të FSV Frankfurti, kom kalu shumë mirë, po nuk e di, nashta në atë periudhë shumë gjona nuk kanë ditë edhe menaxherët pak nashta Mungesa përvojës. Viza, domethënë edhe klubet kanë pas vështirësi me hin ato ujëra po, edhe nashta pak menaxherët ma bën, po që nuk me thonë drejtë nuk është se kam marrë vesh direkt se qa është ndodhë, pasi unë kom kalu shumë mirë ato dhe normalisht trajneri m'ka pas shef, me një fjallë, po pastaj që ka ndodhë nuk e di edhe nuk im dorëzu edhe pasi që jam kthy për shembull nuk është se rash pishman ose naj gjatë që su bo naj gjatë, se kom vazhdu me punu edhe normalisht. Aty i ki pas, kur i kon prova, domethënë i ke pas edhe dy futbollist shqiptar, Odise Roshi dhe Edmond Kaplani. Po, është futbollist atë kombëtar, se çush ka qenë pritja ative? Odise Roshi në atë periudhë ka qenë me kombëtarin, se ishte kuar kombëtare kur kom shkuan, edhe Edmond Kaplani ka qenë atë. Po thuj se 90% ditës se kom kalu me të, më ka prit jashtëzakonisht shumë mirë edhe e falenderoj shumë për atë farë pjesë që ka bo për mu në atë kohë. Besoj që ka qenë atëherë një ndjesi shumë e mirë me shku në atë mosh në Bundesliga 2, normalisht dëshira ka qenë. U kon problem edhe në Hungari me siguru e në Bundesliga 2. Prandaj po tham edhe kështu që nuk jam dorëzu edhe mas asaj që su bo, po thjesht vazhdo me punu. Themi pak te Hysi, ke fitu gjithçka me këtë ekip në futbollin e Kosovës. Kupën, titullin, që kujton atë periudhë me Hysin. E përmendet që u kon një super klub, si në organizim, si në ekip, po thasha më herët u kon një super ekip, sidomos atë vitin kur kemi dal kampion, sinqerisht u kon nashta në atë periudhë edhe kemi bo futbollin më të mirë, kemi pas fusha ka qenë perfekte në Hys. Po. Kështu që ata tifozë që kanë qenë po dy javë me shikun ndeshjen janë kënaqur, jo vetëm me gola, po edhe me ndeshje kështu. Besoj që në atë vit që kemi dalë kampion kemi bërë me merit, edhe pse kemi qenë në disavantazhe, mos gabofsha -9 pikë. Po. Ndaj anit parë që u kanë Prishtinës edhe kemi arrit me dalë para. Një javë më herët u kon trajneri Fadil Ademi edhe ka treguar këtë histori. E kom po pak intervistën edhe kesh pas që kesh përmend këtë historie, po me vërtet ka qenë kënaqësi. Po them edhe në atë periudhë, fatkeqësisht tash Hysi më nuk është, po ka lënë gjurmë të mira në futbollin e Kosovës. Po, kjo që është e vërtet. Vazhdon mu përmend me nostalgji ajo periudhë. Tash po kthehemi prap çatu te viti 2013 ku veç tham dështoj transferimin në Gjermani, pikërisht atë vit masane e transferu te Skënderbeu, po që me njëherë ju azu te Besa e Kavajës. Qysh ka qenë aventura jote te ky klub? Aventura shumë e mirë. Është e vërtet kjo që thatë ju, po nga këtu shkova me një dëmtim në gjuhë. Pavarësisht se ata ndojshin me lujt në ndeshjet e Evropës, unë gjatë afatit veror kom shkuar edhe u morën dëmtum, shkova në Skënderbeu, në shkua kontratën e në operacion. Direkt. Edhe fatmirësisht që më kthy shumë shpejt. Për një muaj, një javë. Ose gati këtë sezoni ki kry me Besën. Po, edhe me punë ju më kthy shumë shpejt, se i kom nejtë shumë gati, se desha me mri dhe lojt. Po në atë periudhë të Skënderbeu u kon jashtëzakonisht vështirë, se ka qenë një super ekip. Ekip kombëtare u kon. Ekip kombëtare. Edhe u konë me vështira. Fillova në Mestervit me normalisht me Skënderbeu, po në atë periudhë mundshëm edhe me lëviz, kështu që ran dakord dy precedentet. Ai Skënderbeut edhe i Besës Kavajës që shkoi për 6 muaj. Po. Deri në janar, ku i bona gjitha ndeshjet atje, kom lu. Gjo që më nimoj shumë me njoh kampionatin e Shqipërisë. Po. Se si zhvillohet, se si qa ka kampionate, se për ndryshërge... Po, që shë sistemi, atje se dalon me këtu. Po, normalisht, edhe më boni shumë mirë. Bas janarit u ktheva prap te Skënderbeu. Fillova me Stelvit, në atë periudhë ka qenë problem për viza, se ata shkeshin në Portugali, për fazë për editore. Po. Në dhe së më bo me shkue me Skënderbeu, në u ktheva te Kavajës. Vesh për Stelvitje, vora fjala vesh për Stelvitje dhe i sa të kthejet ekipe. Po që në atë periudhë e dim që presidenti i Kavajës ka qenë jashtëzakonisht
korrekt me disa futbollista kosovarë atje dhe kish ke qef unë të rri deri në para sezonit. Mos të Besa, shumë klube ja kanë qenë dyrë kosovare, po Besa është një llogaritet si shtëpia e kosovarëve. E vërtet është kjo edhe na dojke shumë neve të Kosovës edhe u dash të rri deri sa të mbaraj sezona që për Në fundit ja ki po hajrin. Po, kjo është e vërtet që ja kam po hajrin plus që në atë sezon jam edhe 11 që 2 vitit. Po kthehemi që atë, po mesin fakt që atë, s'po kthehemi te Besa, jeni konë një koloni e futbollëzve të Kosovës. Vedat Morishi, domethënë Ahmet Haliti, Fisnik Ramadani, Arnor Fezullaj, Kosovë Lindore, po me ne u majt edhe ai. Edhe Argjend Musafa e Bernard Berisha. Po thuj se 70% e ekipës se ke titullar. 70% e ekipës e Kosovës. Me origjinë ka Kosovë, që shqiptari jem gjithë, po e kemi pas një ekip shumë të mirë. Kemi pas mbas fatkeqësisht tash. Mbasi që kemi ropi ligës. Shtu du me dalë, domethënë kur i përmenim këta emra, e shohmi që shumica thuajse krejt kanë bërë karrierë ndërkombëtare, si me kombëtare, si kanë luajtur liga të forta. Qysh është e mundur me rapi ligës? e pa besueshme kur se nuk janë në formën që janë tash. Po, rini janë konë. Po them kemi pas një ekip shumë të mirë. Po them Peceku këtë pastaj gjithë futbollistat që kemi qenë në Kavoja, të Besa Kavojës në masi që rom nga liga, gjithë futbollistat kanë nejtë në Superligë që kanë pas cilësi. Po, kanë pas cilësi. Këtë ekipet më të mira, domethënë i kanë marrë prapë ata lejtarë. Fati unë i kes në ashta që ndeshet ma kyqe me vendimtare si nga tregu, si dhe mos vendas si nga tregu asë shumë cinik për me marrë rezultate që me siguru mbjetesën. Tash pasoj aventurës shkurt me Besën prapë rikthy te Skënderbeu, a ka qenë e vështirë adaptimi yt te ky klub ku dihet tash sukseset që i ka arrit me Skënderbeun? Normal edhe ki debutu me trofe në finalet e Superkupës. Po, normal është e vështirë, se po shkon një ekip kampion që ishte ma herët edhe vazhdon të rrugën prapë njësoj me gjithë ata futbollista për shembull në qendrën mbrojtjes ke pas shumë vështirë. Edhe mbas asaj periudhe që u ktheva unë mas një viti shumë të mirë me Besën e Kavojës, ku vazhduan mos me luaj edhe një vit e gjysmë gati. Domethënë ku luaj ndeshje kush ka pas në nacional lëndim ose kartona ose po rregullisht në informacion. Alternativi kon. Edhe kështu ku vazhduam me punu, ndoshta erdhi një kohë që po folja me presidentin dhe thash po du thashë me lëvizse. Pa lujt. Po, pa lujt. Është problem, se isha një vit te Kavoja që po bëja ndeshje. Për informacionit vitit. Po thashë ka qenë formacioni shumë i fortë të Skënderbeut, normalisht u dashkë shumë punë për me arrit, po me punë si sasha më herët arrit gjithçka, kështu që presidenti ishte këmbgul që unë mos më largu edhe të më pritë rastin, kështu që e prita rastin edhe në fund javleti. Javleti, është e vërtetë që javleti kjo punë, kjo sakrificë. Me neve është portieri minor kosovar, portieri përfaqësues Kosovës Visar Bekaj. Visar mi se vjen nga arena jo. Faleminderit për ftesën. Visari është portieri i fundit i mirë që e kena prodhuar dhe ka luajtur jashtë, është pjesë e kombëtarës, natyrisht është për neve kënaqësi me pas këto. E ka pas një karrierë shumë të mirë te Rami Sadiku ja ka nis, pastaj te Prishtina, si shumë i ri me mbrojt portën e klubit më të madh në vend, u kon diçka e re në atë kohë, po që u kanë besuar më pak talenta, si domos portiera. Shkon te Tirana, bën karrierë edhe në Turqi Hatay Spor, një klub mjaft simpatik, po shkaku i tërmetit i ndodhin probleme edhe tani bjen për ligës, tash është sërish pjesë e Tiranës, pjesë e kombëtarës Kosovës. Zakonisht ne bojmë pyetjen e parë çush ja ke nis. Edhe kur e ke kuptuar që po të më bëj portier, se sigurt je shku për më bëj lejtar, Po të drejtën tash na lut më holla secili edhe tash 3-4 vjet ndoshta mëna më thon unë isha portier gjithë dhe u gjysha mbetën, domethënë që atë e vren për lejtar s'jam vetëm, edhe tash i bona 6 vjet edhe desha më shku më ushtru dikon. Edhe mendoj se më shkuram sa tek çati më afër shtëpisë, po piona në shtëpi. Po. Edhe vllau në fakt Dardoni ka luajtur edhe Ramzadi. Shumë vjet ka luajtur, po. E mojnë mend. Edhe tash shkova atje. Mas ti. Do në inalitor në fakt fillim.
një servitje, 2 servitje, e pa esha që ka njerëz ma gjyshin topin, na vedem si fëmijë mos të më nesh. Thash pa i portier sa të më mirë. Jo, e kam topin gjellin. Edhe hina portier sa të masën e meta një vjet, kom nejta me Sadek me thonë drejtën. Edhe tani kom shku një vjet në Kurt, se doja kom pas Sadek Ramonin ndirin, zoti pa të shëru. Edhe na shtaj një ka qenë edhe litor i njoftën edhe Vërtet. domethënë edhe repet. Edhe më tha që ka pasur shok Kurden edhe domethënë ka njohur që ka punuar shumë mirë. Po me Edhe fëmijë. shtesëm të herë. Kanë lu futboll të vogël shumë bashkë. Edhe shkova atje një vjet. Edhe mas një vjet aty u largova, prap u ktheva më afër shtëpisë, edhe pse u pat mërzit pak me mirë. Ja, Po takon të lutem më edhe një herë dhe herë me këmbë, se shkëshëm në këmbë gjithmonë sëri. Pa pse i, po i thash më afër shtëpisë. Një vajë. Edhe shkova mas në Sadek, aty dy mas në komunaj deri mosha 16 vjeçore. Edhe na koni gjenerat, domethënë në të shtoqat e kena pasur ne Dardan Kryezio me thonë drejtën. Edhe kena kalu shumë mirë, ka punu shumë me neve edhe kon shumë kështu punëtor i madh. Nuk na ka kthyer në stërvitje, po na ka kthyer edhe apo dolëm me lyp shumë parandeshës në shkolla, atë në sonë kon na ka kthyer, domethënë na ka kontrolluar ton kon. Edhe falenderoj shumë edhe ato, edhe kena kona na ka përcjell gjithmonë gjeneratën 97. Po. Edhe atëherë janë ndruar për shembull 97-98, tani vitin tjetër 97-96, domethënë na kon kështu. Edhe na bu kampion me gjitha gjeneratat. Të Rami Sadiku dhe që janë se merr hovin. Çfarë ka dhënë shkolla e Rami Sadikut në formimin tënd si portier, po edhe si futbollist në përgjithësi? Po normal, ka dhënë shumë se aty e para emni edhe më ushtri po emni si shpejtam domethënë. Edhe masën edhe kur kom dol junior domethënë edhe si kadet kena pas një internet portiera Besim Shola, edhe falenderoj shumë edhe ato. Domethënë ashta në kondër pak të ekipën ligë të parë që kanë punuar me portiera. Vërtet. Edhe na kanë ashta mbledhshëm të portierat e ekipës parë juniore, po kena servit, paktën kena servit Bashkë. so teknika të portierit diçka domethënë ja po pak hojrin se Normal. është më vështirë me lojtarët s'ka mujt në mësu kurrë. Me dallim pe ekipe të tjera domethënë ligë të parë, Rami Sadek ka pas një shkollë të futbollit apo den portiera, mund Për portiera, po. Në portiera Besim Shola që unë falenderoj shumë. Edhe kena po shumë kena punuar ashta jena kon në gjenerata pak më ndryshme, domethënë Këtë portierat bashkë me neve. Bile kena ushtruar, apo Po. kena ushtruar. Kem mësuar edhe për matë vjetërve, sigur që kanë atë në ekip parë. Ka pas portiera aty. Nashta ju shumë rronkun Po. ka pas, më Po që i ka ditë dë sene më mirë. edhe masën e dolëm junior, edhe junior kom lut edhe me lojtarë, që më thonë që kanë Rozgresa, me Ramoni, domethënë atë kanë me Sadek na. Po, edhe ti të karosh gjithë më herët me dal Gjithmonë, mosha. domethënë nashta Apo. kanë me mosh kadet kom lut për junior, domethënë kadet i ri më kon, Po, i ri. kom lut për junior, s'kam pas problem. Edhe trajneri Avni Islami më ka dhënë shumë, ai ka po domethënë ka përsi, ai ka përdit domethënë 95 ka përsi. Po. Edhe domethënë masën unë e buna 16 vjet, edhe morën ekip poshtë. A e kon me trup gjithë i madh kështu. Po e kom vallë. A i rrit për e herë një kohë. Jo, nashta kom pas një fos kur kom pas 13-14 vjet, Që i rrit për e herë. u rrita për me një herë, qysh. Po. E më konë një gjatë, po u rrita pa punë shumë. Domethënë Rami Sadiku deri në ekip të parë e morr edhe debutimin në ekipin e parë të Rami Sadiku. Si 16 vjeçar. Si 16 vjeçar. Unë e moj men kur mbrojke, për i merr shumë i vogël, po me trup i madh. Po. Se të isha çfarë portiere, edhe se kur e kështushen protokoll, se atë na jepshin protokollat, na i kishim paralujt protokollat e pa i shumë 16 vjet, ky kryte shtylla. Po i na kon, me thonë drejtë, vallai na kon një gjenerat kështu po kthena pak te Po. mosha 97. Na kon këtë lojtar të mirë, kon Mirsa Hiti, Blen Baftio. Super general. Po me ta 98 po na kon që Po, në 98, ai Ordi Shola, unë mendoj se Ordi Këtë ka bo karrierë. ka pas potencial nashta më shumë se këtë na çatë lojtar. Nashta kon një vetëm lojtar që trajneri Dardan nuk ka fol latina kur. Ai ka pas lirë, se shumë ka pas cilësi. Po futbolli ka shot, po më fote pak më shumë edhe normal. domethënë fatkeqësisht ai pet lum futboll. Normal. Po, vazhdon normal, me po. pjesë e futbollit Ka mujt me Kosovës. arrit Po. nashta. Më shumë, se që ka arrit. Që kjo gjenerata që jep Rami Sadikut një farë epitete tani si shkollë e fortë e futbollit edhe çdo vjet ka pas suksese. Ka pas edhe më herë me Amirin. Po ka pas ama që kjo gjeneratu kon, po besoj që u kon me mira edhe shumë i del zonin Rami Sadikut si shkollë e fortë Edhe trajner. masën e kanë ditë me raxhu shkollën e futbollit shumë mirë si Deri sot ku jena dhe sot janë Po, perfekt si shkollë. Qysh erdh mu transferu te Prishtina? Moshën 15 vjeçare mos gabofsha, Albert Bonjok organizon një me thonë një kamp sportierëve, ashtu në ditë ushtreshëm domethënë gjithmonë te fusha plamërtore të Mlumi aty në Po, Europa. Edhe u kon Bari Berisha,
trajner për tjera, Ahmet Beselica, që kam tash atë Kombëtarja, edhe kom Besar Bayraktori, kam rritë edhe në Svedi. Po. Edhe do me thonë, u bën një mix edhe na stërveqen, do me thonë, i kena pas një program, stërveqen për shembull të shtunën, do ushtrime, tani dillën e stërveqen çado që kena bërë të shtunën, gjysën, edhe gjysën mas ne bëjshëm të reja. Po. Shumë edhe i përsërisëm, edhe po kon shumë programe mirë, apo kena përfituar shumë, do thonë këtë për tjerën atë. Edhe mas ne që aty më ka po Bari Berisha dhe trajneri Bari edhe trajneri Ahmet. Edhe mas ne trajneri Bari nuk më ka shku çeshi, do me thonë, isha Ram Sadek, 16 vjet. Me kjo më qërë kemi junior, do me thonë, pej Prishtinën. Edhe mas ne fillova të stërvitu në është, do me thonë, stërvisha edhe në Prishtinë, me trajneri Bari, po stërvisha në Ram Sadek. Edhe mas ne 16 vjet që shtore mu që debutova me ekipën e parë me Dekorikon. Pa të debutu në ashtë një sportiva dhe një 5 minuta, 20, nuk e di sigurt. Edhe mas ne qatë vit, përfundoj këtë sezoni, në pak dimit të patkon. Po, në sezon e dimit. Thirën përgatitje dhe me thonë Prishtina. Edhe trajneri Bari merë edhe këna shku kon trajneri atë të veloni atë në Prishtinë. Ka pasur me thonë letarë shumë të mirë atë. Ona Zemameti, Dredan Latifi, Odi Akil Makulli, do me thonë ke pas shumë letarë e Softumnica, plot ka pas letarë të mirë abdinët. Edhe këna shku përgatitje në Lëqen, mojme, përgatitje me parë. Edhe masaj shtë kom fillu me ushtru, deri me një kohë, dhe me thonë, një vjetë aty kom qenë vetëm ushtrime kom bo, e kom lyt me junior, po kom pjo me junior. Po. Që zhëllon që kua që ke servit me ekipën e por, ke lu me junior, a u kone e vështirë, çfarë rrugë, çfarë sakrifice? Gjysëm sezonin që kom shku, dhe me thonë, dhe me thonë, a fotin vjeshtur, mi bjen? Po, në dimri. Edhe pa dakon, dhe me thonë, patkon me Tërvëlonin, tani mas një pa largu Tërvëloni, atar Bilbil Sokoli Verës, e pa të po përgatiti, dhe me thonë, po edhe Bilbil, mas një kërë pa të po, e pa të përqyrë shumë, trajnerit Bilbil. Edhe tani, unë e lustërveqa me ekipën e parë, lusha me junior, po kur veke për shumë dhe lëtë qa trajnerit, nga besha, nëse s'marrë ku dhe besha trajnerit Bilbil, a o merë me ekipë dhe me thonë, edhe në tribin shkeqa, veç me shku me nëzej përshtrimi më shqitën, edhe me shku në tribin, edhe kërë ma veke nëse s'merë do gull, po, dhe me thonë shku njerë letën 389, fitu në 2-0 me junior, edhe kër i të regova tha hajde, a u gëzova shumë. Me ekipën e parë. Me ekipën e parë shkova, edhe pa dakon tribun, bile pa tjep, një në Latifin 389, pa, një gull, o qova të festuone, edhe ata më qëshën këti pas. Më falë. Edhe ti me i ri, ka dhënë kush Qaj vetë, po me qatë gollë fitëm Prishtina, më doke me gollë Latifit, më zga bofsha. Ke di, vëlla, më doke të barazën e me mbalishin fund. Po, qa ndeshe, po. Ka pos shikus shumë, në Rizalush të gënë lojës, jem konë qatë. E që shërë dhe Visar mi anis më bu pjesë integrale e ekipit parë Prishtinës. Pa të më konë fazë përgatitore dimrore, po më konë në Lëqen prap me Prishtinë, dhe me thonë të kam pas ata të mund të... Po, gjithmonë e kam, po. Edhe, me thonë drejtëm profa Bilbil, na i bën 3 ndeshje se cilë portjerë me lujtë. Edhe në 3 ndeshje nuk mora gol, asë ndeshje. Edhe masënej, pa ta posë më duket me hi me vllaznimin, po e ka po pa të konë ndeshja e por mas... Po, mas si pjanis. Që rifillojmë, dhe me thonë, kampionati. Edhe po e pa i keqione pak me emocione, 17 vjetë. Bo normal. Edhe pastaj u lën ndeshja me vllaznimin, u lën ndeshja me Llopin atje po të konë shumë lëtë që është edhe pa të dalo dolën apo. Tash një lojë tjetër me Trepçën e vjetër, do të thonë Trepçën jo vetëm normal. Edhe bo kime i me lujtë edhe unë Henry, 17 vjetë, është emocione sa dush. Po. Së merë ka zhumi në atë. Edhe me një derbi të madhë, të pak të edhe maj modhe. Po në fakt këna po cilësi ma shumë sa ta. Derbi o kohën, po nuk u konë cilësia e Trepçës. E vërtet. Ata nuk konë të thënon që më ne pak ma e furë. Pak ma e vërtet. Edhe hinë deshe, fitojmë 3-0 dhe oniva, dhe me thonë... A vet pa pra nuk golla. Unë kësem për pora edhe e mbrojsi me gjik tupit e lashtë të mashë, që rëzë. Pak më shëti për mos e atër fushat jenë konë pak... Pak më thonë të furë. Shikues të dashur, shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo përmbledhje, ndërsa për fund falenderojmë edhe një herë sponsorin tan Exvis, ndërsa me juve shihemi javën e ardhshme me një përmbledhje tjetër. Mirupafshim.